nik tek të dy komunitetet, edhe tek ai shqiptar edhe tek komuniteti serb në veri të vendit? Po, që janë të dirigjuara nga Beogradi, atje unë nuk e kam asnjë dyshim të vetëm, sepse ata që na kanë bërë sulmet më përpara, do me thonën edhe ka pranuar ai kryekriminali atë sulm, dhe përsa do me thonë ai Milan Radojić që e ka ngritur kokën atër në Bajnës, dhe ajo ftyra kur të shtrihet në aspektin kriminalistik, do me thonë vlen sa 1000 fjalë, fatkeqësisht këto copza janë ende, por ajo panika qytetare duke pas parasysh që janë mësuar më tashmë me kësi lloj gjërash të dëmshme, nuk ka panik, sepse për fat mirë për gjitha komunitetet e Republikës Kosovës që jetojnë më ta në lumit, por edhe këndej, nuk ka asnjë incident etnik, dhe mu qytetarët e Republikës Kosovës më ta në lumit ibër mendoj unë që kanë qenë edhe kundër atyre kriminalëve, ndihen tashmë shumë të qetësuar se kur kanë qenë ata dhe janë kundër këtyre gjanave, se askush më në këtë vend nuk e donë, do me thonë, këto sulme, sepse ne kemi përjetuar luftën e përgjithshme, por, si që thashtë edhe partit, të gjitha institucionet e Republikës Kosovës janë të konsoliduara tashmë, kanë një bashkëpunim, koordinim dhe bashkëveprim plot me ragusin e 2 dhe 3 pra NATO-n. Jemi me fat, do me thonë, që kemi NATO-n në Republikën e Kosovës, sepse të ketë ndonjë sulm më të madh si kur ai Bajnskës dhe ato, unë, do me thonë, e hedh poshtë me njerë, por ja që këto sulme po ndodhin, por nuk duhet të harrojmë asestit në aspektin e sigurisë e nderuar, ne jemi në atë stadin e brisht, nuk kanë ndryshuar kjo asgjë stadi portokalt, brisht e qetë me mundësi tashmë vetëm tensionimi dhe jo eskalimi, sepse si që thash edhe më përpara, ata po të kishin mundësi, do të na kishin sulmuar edhe më shumë, por rrugët e tyre unë mendoj që tashmë janë mbyllur një herë për gjithmonë në Republikën e Kosovës, por këto sporadiket, siguria nuk është askund 100%, nuk është as të ne, por çka na nevojitet ne, ta them në fundësht, vigjilenca duhet jetë gjithmonë nga dishmëri, që t'i dalim përballë pasigurisë dhe ta luftojmë gjithmonë me siguri dhe vetëm me mbrojtje, duke pas parasysh që ky vend gjithmonë vetëm është të mbrojtur. Zoti Dashevci, sa në fakt Kosova po i menaxhon mirë gjitha këto sulme që po vinë të dirigjuara nga shteti i Serbisë, në farforme edhe për të ruajtur qetësinë tek qytetarët? Duke treguar gjithmonë faktin dhe të vërtetën në aspektin e sigurisë dhe në atë kriminalistik. Institucionet tona të sigurisë tashmë e kanë dhënë atë provimin final me sulmin në Bajnsk. Këtë kanë thënë të gjitha instancat ndërkombëtare. Do me thonë vetëm një shembull të vogël që mos ta marr ose mos ta përsërit atë që e kanë përsëritur gjithmonë. Kur është sulmuar Republika e Kosovës vitin 2023, asnjë plumbi vetëm nuk është krepër në kultin fetar, duke pas parasysh që kultet fetar janë të shenjta Republikës Kosovës. Dhe ky është ai provimi final që kanë dhënë, do me thonë, policia e Kosovës, dhe janë tepër profesionale, me të drejtë janë të caktuar si më të mirit në rajon, ata po e bëjnë maksimumin deri më tash. Do me thonë, nuk mund të ketë vigjilencë më të madhe, por ajo qelësia ose ajo vigjilenca nuk ka alternativ, gjithmonë duke u bazuar në faktin geopolitikën dhe geostrategjinë që po ndryshon në Evropë dhe në botë, kujt i konvenon më shumë se Rusisë me dirigentin e saj Serbisë ta destabilizoj ose ta tensionoj tashmë vetëm, ose ta zhvendos vëmendjen diku në Ballkan, në Kosovë në Bosnjë po kanë më shumë probleme sepse është dodik atje, kurse në Republikën e Kosovës mendoj dhe po ripërsëris edhe një herë, rrugët e tyre janë fshehur te i mase për të na destabilizuar në atë mos që na kanë destabilizuar. Zoti Dashevci, a duhet të ketë edhe një lloj reagimi të faktorit ndërkombëtar mbase më tashpër për gjitha këto sulme, qoftë edhe më të vogla dhe pa pasoja, por megjithatë që po i bën Serbia në shtetin e Kosovës? Po pa asnjë dyshim, diplomacia jonë, veçanti diplomacia jonë, por edhe politika jonë, pra ata që janë bartës politikës që më t'ju përzihem në branxhet e tyre, ata duhet të jenë